Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri dhe sigurisht për diskutuar mbi këto zhvillime kam të ftuar ditën e sotme zotin Osman Stafa. Ju përshëndes kënaqësi. Faleminderit, përshëndetje dhe respekte nga ana ime. Zoti Stafa, atëherë unë do doja ta nisja fillimisht me një deklaratë të kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili deklaroi se në të kaluarën Shqipërisë i mbyllej rregullisht data dera e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa sot sipas tij pra vendi ka hapur të gjithë kapitullin e negociatave në një kohë rekord. Fillimisht si e keni parë këtë deklaratë të kryeministrit shqiptar Edi Rama, pra kur flet për kohën rekord të këtyre negociatave dhe a e shihni këtë vetë si një sukses të plot apo ka ende vend për më shumë realizim të këtyre negociatave? Unë i përkas atyre politikanëve që për hir tetës, nëse do ishte e vërtet kjo deklaratë e kryeministrit, unë do e vlerësoja. Për fatin e keq të shqiptarëve dhe për fatin e keq edhe të kombit shqiptar, sepse çdo interes i qytetarëve shqiptarë lidhet automatikisht me kombin shqiptar, ku vendimet e politikës ndikojnë drejt për drejt, shqiptarët janë mësuar shpeshherë me hapje shampanjësh nga kabineti Rama, dhe për hir të vërtetës shqiptari u ka ngelur shisha bosh dhe tapa e shishes. Kjo është një histori e përsëritur nga Rama, gjithmonë kur kryeministri ishte vetëm në vështirësi të jashtëzakonshme përballë opinionit publik, ai tenton të hedhë në treg pra për opinionin lajme të rreme, duke përdorur pushtetin që ka ndaj medjeve nacionale, ai është servir në mënyrë të shkëlqyer për hir të vërtetës një produkt të tillë, por tashmë shqiptarët janë të bindur që ky lloj produkti është një produkt fals, pa vlerë, nuk i shërben as shqiptarëve, as qytetarëve, as zotit Rama dhe as politikanëve dhe klasës politike në tërësi. Kjo është e vërteta e hidhur, ku ne jemi të detyruar ta dëgjojmë jo pak herë një retorikë të tillë, por e vërteta qëndron kështu. Zoti Rama nga dita në ditë po i mbyllet çdo derë. E dera e vetme që ka ngelur zoti Rama është letra e famshme që i dërgoi dhe Vučićit, pra vllait të tij Vučićit, për një antarësim pa drejt vote në Bashkimin Evropian. Në qoftë se kjo lloj deklarate e bërë publike tashmë dhe nga mediat dhe nga zëdhënësja e Bashkimit Evropian, ka vlerë më shumë se sa retorika Ramës, shqiptarët tashmë kanë kuptuar me fjalë marrëzinë e një kryeministri të çmendur. Kjo është opinioni, mendimi dhe qëndrimi im si qytetar dhe si politikan. Zoti Stafa, nga ana tjetër, duke ju drejtuar ju pra si qytetar pa marrë parasysh këto deklarata politike, qoftë nga ana e kryeministrit Edi Rama apo qoftë nga partitë të tjera, ju si ndjeni këto arritje që përmend vetë kryeministri pra në jetën e përditshme, sa të realizueshme shihni integrimin në Bashkimin Evropian? Atëherë ne pam 2 ditë një show me diasporën, ku për hir të vërtetës mjaftuan 3 zëra të lirë, të pa kontrolluar dhe të pa censuruar, që nxorën lakuriq show-un dhe shpenzimet marramense për të organizuar një show të tillë. Tashmë shqiptarët, për fatin tonë të keq, unë këtu fuz dhe këtë klasën politike që është pjesë e përgjegjësisë së këtij realiteti, shqiptarët pan për 2 ditë një, si të them ty, një festival të turpshëm me taksat e qytetarëve shqiptar, duke tentuar të mashtroj ato që ai 60% i ka larguar vetë nga Shqipëria, i fton, unë kam marrë një qëndrim politik për këtë lloj aktiviteti, për këtë lloj show të kryeministit Rama, dhe në mënyrë të hapur, dhe këtu po e cilësoj, Rama i fton për t'i vjedhur, pra është shumë i ëmbël në ftesë, ato pastaj të fillojnë të investojnë, një ditë bukur pa e kuptuar, kur të shikojnë buldozerët pranë vileve, pranë resurseve, për t'ju prishur sepse dikushi nga Arabia apo nga Izraeli ka ardhur një investitor strategjik. Shqiptarët tashmë janë ballafaqur shpeshherë me forcën e fadromave, dhe kjo është e vërteta e arritjeve të zotit Rama. Në qoftë se ne do flasim për arritjet e zotit Rama, unë do ta ftoja zotin Rama, jo bashkë me mua, sepse nuk duhet t'ja jap vetes atë lloj komoditeti, por të dalë edhe të bëj një xhiro tek pazari i ri, tek tregu i fruta perimeve, të shikoj sa është kila e domatave, e specave, e qepëve,
të shikoj ku është gjendja e bujqësisë në Shqipëri, të shikoj sa është çmimi i naftës në Shqipëri, të shkoj tek spitali edhe të bëj një vizitë tek onkologjiku, le të marr një kontakt me kolegun tuaj, me zotin Osman Stafa, me gazetarin, të cilën gjej rastin ta përshëndes dhe ta vlerësoj për denoncimet e pafundme që ka bërë se çfarë krimi ndodh ndaj atyre qytetarëve, të cilët janë po kalojnë situata të vështira nga smundja dhe nga shërbimi shëndetësor. Zoti Rama do ishte mirë të bonte një xhiro nga Tirana në Durrës, mjafton të shikonte tabelat e çmimeve të karburanteve, ku çdo ditë ngrihen. Zoti Rama do ishte mirë me fjalë të shikonte si është situata e rendit, mjafton lajmet e fundit. Unë do të kisha dëshirë që zotin Rama ta ftoj aty ishte mbrëm aty tek farmacia 10, aty ku ishin shqetësimet të qytetarëve, ku digje një pallat. Por ajo djegje nuk është rast i parë, edhe i dha një mësim pra qeverisë, pushtetit vendor apo dhe industrisë ndërtimit. Ajo është rasti i tretë, në mos gaboj unë, që janë të njëjtat fenomene. Në qoftë se ne ndryhim kur ndodh një fenomen për t'i paraprirë ngjarjeve të tjera, atëherë ne do kemi gjithmonë këtë lloj faji. Unë do ftoj edhe zotin Rama, me fjalë të vinte në një interpelancë apo në një debat publik me qytetar durrsak, të shikonim se çfarë masakre i ka bërë portit të Durrësit. Është një gjë shumë e thjeshtë. Unë e kam deklaruar dhe po deklaroj përsëri, para jush, para çdo opinion, para çdo qytetari shqiptar. Ai që ka pak nerv, atij që i dhimbset Shqipëria, mjafton të vish në portin e Durrësit. Ai pra e ka bërë dhurat portit të Durrësit. Unë kam dyshimet e mia që dhe Alabari nuk ekziston, ose ekziston formalisht. Ajo është një skem e pastrimit paras nga klasa politike shqiptare. Të prishësh një port ku volumi i qarkullimit mallor mund të shkojë deri në 4 milion ton në vit, pa ndërtuar një port të ri, ku ne jemi vend antar i NATO-s, ku ne jemi pjesë e bashkimit pra e Europës, ku ne po ndërtojmë një korridor 8 që kemi vite që po ndërtojmë. Në qoftë se mani mend, para rreth 3 muajsh ne kemi diskutuar bashkërisht për çfarë ndodhi juglindjes së Shqipërisë, ku nga Librazhdi deri në Pogradec pothuajse u izolua e tërë juglindja e Shqipërisë për 10 ditë. Edhe me paturpsinë më të madhe, ai deklaron që është fatkeqësi e natyrës. Unë jam plotësisht dakord. Ka momente kur natyra është e ashpër ndaj qytetarëve apo ndaj banorëve të tokës. Ajo jep një mesazh të fuqishëm ndaj nesh. Por rasti konkret nuk ishte, si themu ty, fatkeqësi e një natyrore. Ai ishte një krim ndaj taksapaguesve shqiptar, para të vjedhura, të grabitura, sepse ai bën një xhiro, shikon një projekt, dikush ja servir projektin dhe të nesër merr një vendim, pa u studiuar. Edhe rasti i portit të Durrësit. Si mund është dot, me fjalë, të filloj ndërtimi i portit të Durrësit nga një kompani arabe, pa u ndërtuar një port tjetër? Ne jemi pjesë e NATO-s. Situata gjeopolitike është jashtëzakonisht e ngarkuar. Ne kemi një problem jashtëzakonisht të madh. Ne si kuptojmë në çfarë situate jetojmë. Ne jemi të nënshtruar përballë një dhimbje, përballë një korrupsioni të tillë, përballë një klase politike që nëpërmjet mekanizmit të pushtetit që i servir